Atëherë, siç po ju thoja, në fakt doja ta nisja nga një postimi juaj ditën e djeshme në rrjetet sociale pas seancës që u zhvillua për zotin Meta, ku isni akuza ndaj Partisë Demokratike, ku thoni që PD e ka harruar aleatin e saj dhe kritikoni në fakt antarët e PD-s ose deputetët të cilët nuk kanë shkuar në mbështetje të zotit Meta. Mund të na thoni më shumë në lidhje me këta, përse juve domethënë prisnit që të kishte një reagim ose të paktën po themi që të ishin të pranishëm, ju tani prisnit që të ishin të pranishëm apo të kishte një reagim më vonë? Jo, nuk prisnja që të ishin të pranishëm. S'ka pas arsye pse të ishin të pranishëm. Por gjatë ditës djeshme nuk ngeli njeri i lidhur me politikën që mos reagonte për kushtet në cilat e nxorën zotin Meta në seancë gjyqësore. I ndoqja të gjitha emisionet gjatë mbrëmjes djeshme, ndoqja postimet në rrjetet sociale, por për fat keq nuk vura re ndonjë prononcim nga kushdo në Partinë Demokratike. Dhe kjo më bëri përshtypje dhe prandaj reagova në atë formë. E kuptoj, e qartë. Në kuptimin që është e papranueshme që një ish president, ish kryeministër, ish kryetar kuvendi të mbyllet në kafaz dhe askush të mos ngrej zërin. Nga ana e PD-s, pasi dihet që është aleati më i ngushtë i kësaj partie për një numër të konsiderueshëm vitesh. Edhe mendoj që është në dinjitetin e shtetit edhe të politikës që të ngrihet zëri në tilla raste dhe të kërkohet një trajtim dinjitos. Për më tepër që ai prezumohet i pafajshëm, gjykatat s'kan dhënë ndonjë verdikt, gjyqi sapo ka filluar. E më duk një mënyrë shumë poshtronjëse, vazhdim i mënyrës se si ai u arrestua dhe u mbajt për pothuaj 2 vite në burg. Në fakt sot pash që ka reaguar. Por reagoi zoti Berisha, për këtë doja t'u pyesja në fakt, edhe i bëri dhe thirrje komisionit antitortur. Vjen mirë që ka reaguar dhe kush e di, ndoshta edhe unë mund të ketë dhënë një kontribut sa do të vogël me reagimin tim dje. Po supozoj, por nuk besoj. Atëherë, mendoni që zoti Berisha ka reaguar, domethënë, po themi që të ishte politikisht korrekt me këtë pjesën, që pastaj mos thoshin që përse aleati historik i Metës nuk ka reaguar, apo në fakt e lexoni si një deklaratë të sinqertë këtë nga ana e zotit Berisha, duke e njohur në fakt, duke qenë edhe pjesë e strukturave? Këto mendoj që janë pyetje për zotin Berisha. Unë mendoj që është shumë mirë që reaguan, pasi nuk është një çështje e zotit Meta, sikurse thash, më sipër kjo është një çështje shtetërore, ka të bëjë me dinjitetin e shtetit, me dinjitetin e politikës. Nëse figura kaq të larta shtetërore ende të padënuara, nuk di të them nëse është fajtor apo jo, ka bërë vepra penale ose jo, nuk di të them, këtë do ta përcaktoj gjykata. Por mënyra se si trajtojmë ne figura të tilla tregon që jemi një shoqëri ende e papjekur dhe nuk dim të ruajmë as dinjitetin e shtetit, as të pozicioneve që ky zotëri ka mbajtur në të shkuarën. Dhe të njëjtën gjë mund ta them edhe për kryetarin e Bashkisë Tiranës. Nuk do të pëlqente që një figurë kaq të lartë ta shikonja në një të mbyllur në kafaz. Kur të gjitha praktikat ndërkombëtare janë që jo vetëm që nuk i burgosin, i ndjekin në gjendje të lirë,
por në gjyq do të jesh afër me avokatët që të bësh mbrojtjen sa më efektive. Çuditërisht këtu i trajtojmë e qartë. Si kriminal. Po, në fakt, në rastin e Zotit Veliaj, argumenti SPAK ka qenë që për arrestimin e Zotit Veliaj është fakti që tentoi në fakt intimidonte dëshmitarët, edhe këtu, domethënë përmendim rastin e Zotit Sami Gurguri pastaj që që e kërcënonte edhe domethënë ishin disa arsye që e shtyn SPAK më pas të paktën nga ajo çfarë u argumentua edhe publikisht dhe prandaj po. Është dorëzuar në gjykat, prova, dëshmitarët, gjithë e përjedhoi edhe në sallën e gjyqit, ata duhet trajtohen me dinjitet. E qartë. Atëherë, në fakt doja që t'ju pyesja pak edhe për situatën brenda Partisë Demokratike. Kohët e fundit ka pasur disa përjashtime, si në Durrës, në Korçë, dhe rasti më i fundit është ai i Korçës në fakt, ku motivacioni zakonisht është bashkëpunimi me zotin Saliani, përse përjashtohen këta individ. Ju si e shikoni këtë dhe a mendoni që brenda PD-s ka nisur një spastrim në fakt? Unë mendoj që s'duhet ketë fare përjashtime në një parti që pretendon që të jetë demokratike. Madje rithemelimi këtë pretendoi që të arrinte kur filloi në shtator 2021 të forconte demokracinë në parti, të hiqte dorë nga përjashtimet, se ju kujtohet në atë kohë edhe zoti Berisha edhe unë jemi përjashtuar Po. nga Lulzim Basha. Të kaloi vendimarrja nga strukturat e larta të PD-s tek antarësia nëpërmjet votës, nëpërmjet primareve. U vu neni i dorëheqjes në rast se u mbet zgjedhjet. Asnjë nga këto nuk u respektua. Një tregon që gjithçka ka qenë rreme. Partia Demokratike edhe më keq se në kohën e Lulzim Bashës, por rëshket poshtë në poshtë. Dhe po sillet si një parti e mbyllur, si një repart ushtarak ku ligji bëhet nga kryetari dhe 2-3 veta të cilët janë afër tij. Ne flisnim për mendim ndryshe. Madje kemi diskutuar edhe për fraksionet, të krijohen fraksione. Tani cili do që ka një mendim ndryshe, përjashtohet. Kushdo që shkruan një status kundër qëndrimeve të hierarkisë më të lartë të PD-s, përjashtohet. Siç ndodhi në Durrës, siç ndodhi në Elbasan me 4 zonja, edhe siç po përjashtohen nga gara një numër i konsiderueshëm kandidatësh për kryetar dege. Kam ndjekur shumë raste ku njerëz cilët kanë dashur të kandidojnë për kryetar dege janë seleksionuar, janë hequr nga e drejta për të kandiduar. Mendoj që kjo është një praktikë shumë negative. Në këtë rast nuk kemi të bëjmë me hapje, por kemi të bëjmë me mbyllje. Me çdo drejt, një grup njerëzish në PD vendosin se kush duhet kandidoj e për këtë duhet votuar. Kush plotson ato kushte të cilat ka parashikuar statuti i PD-s dhe vendimi i kryesisë, duhet kandidoj. S'ka pse të përjashtohen qoftë në nivelet e kryetarëve, kandidatëve për kryetar dege, qoftë edhe në nivelin për kryetar të Partisë Demokratike. Kush plotson kushtet kandidon. Dhe pastaj është antarësia ajo që voton dhe s'ket se kush do të drejtojë. Në të vërtetë kjo nuk po ndodh dhe tregon që jemi një parti në kundërshtim me sa pretendojmë parti e mbyllur, refraktare, dhe këto praktika bëjnë që Partia Demokratike mos jetë më frymëzuese, mos të nxisi dot reagimin e publikut, qytetarëve, dhe kjo duket edhe në protestat që
organizohen, cilat përditën pak njerëz tërheqin, pasi shohin që praktikat e forma e drejtimit brenda PD-s është ajo që tregon qartë se si mund sillet kjo parti kur të jetë nesër në pushtet. Nëse nuk respekton statutin e Partisë Demokratike, nuk e për të respektuar nesër kushtetutën e vendit. E qartë. Si e shikoni në fakt edhe precedentin që PD zgjodhi, më saktë precedentin në formë argumenti që PD përdori për të përjashtuar sekretarin organizativ të Partisë Demokratike në degën e Korçës, që ishte në fakt arsyeja e balancës fetare. Të paktën Këto janë marrëzira. Në Korçë gjithmonë nga të dy krahat ka pasur kandidatura dhe kanë qenë njerëzit që i kanë zgjedhur. Të thuash që do kemi kandidat vetëm nga ortodoksit ose vetëm nga muslimanët, është një marrëzi e tërë. Kush nxjerr argumenta të tilla duhet parë se sa i qëndrueshëm është nga ana mendore. Pam. Në fakt, gjatë ditës së sotme ka zhvilluar një vizitë edhe ambasadorja e SBA-s. Ambasadorja, më falni, e Greqisë. Atëherë ambasadorja e SBA-s në Greqi. E SBA-s në Greqi ndjes. Si e shikoni këtë vizitë në fakt edhe marrëveshja edhe më pas takimit me zotin Rama, u bë edhe ajo ka bërë edhe një postim ku ka folur edhe për një marrëveshje. Si e lexoni pa? Mund të keni një koment për këtë? Mendoj që është një arritje shumë e madhe që thellon bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara dhe me Greqinë, cilën e kemi fqinj, në një fushë thellësisht kritike, për cilën po bëhen lufta, fushën e energjisë. Dhe uroj që ky bashkëpunim të konkretizohet sa më shpejt. Investimi të fillojë dhe të vihet sa më shpejt në dispozicion, në përdorim, jo vetëm të vendeve tona, por edhe vendeve të tjera në Europë, të cilët kanë interes të blejnë gaz të lëmshëm nga Shtetet e Bashkuara. E qartë, pra shikoni si një zhvillim pozitiv. Absolutisht shumë pozitiv. Nadje.